Tashmë është momenti I Eva Sunollarit. Faleminderit. Sot është data 19 janar, e hënë që në Amerikë festohet gjithmonë kjo datë dhe javën e tretë të muajit janar është vendosur edhe si një datë ku ata festojnë, do të thonë në kuptimin që e kujtojnë këtë. Idealet për cilat luftoi doktor Martin Luther King ishte liria, barazia dhe digniteti njerëzor. Janë universale dhe mbeten aktuale edhe sot. Ai besonte në çdo formë shtypje, qoftë edhe racore, shoqërore apo ideologjike. Duhet kundërshtuar me guxim moral dhe në mjetet paqësore. Mesazhi I tij ishte I qartë. Heshtja përballë padrejtisë është vetë një formë bashkëpunimi me të keqen, ndërsa solidariteti njerëzor është rruga drejt ndryshimit. Në të njëjtën frym vepron edhe shoqata Nexhat, e cila angazhohet për mbrojtjen e të drejtave themelore të njerëzit dhe për thyrjen e izolimit dhe manipulimit psikologjik që I imponohet individëve në struktura të mbyllura dhe shtypse. Shoqata Nexhat synon të rikthejë lidhjet familjare, të mbrojë të vërtetën dhe të ofrojë shpresë për ata që janë të privuar nga liria e mendimit dhe zgjedhjes së lirisë. Ashtu siç King ëndërronte një shoqëri ku çdo njeri trajtohet me respekt dhe drejtësi, dhe Nexhat punon për një shoqëri ku askush nuk mbetet peng nga frika, presioni apo propaganda. Kjo lidhje mes filozofisë Dr. Martin Luther King dhe misionit të shoqatës Nexhat na kujton se lufta për të drejtën e njeriut nuk ka kufi kohore apo gjeografik. Është një përgjegjësi e përbashkët që kërkon ndërgjegje, guxim dhe humanizëm për të mbrojtur lirinë dhe dignitetin e çdo qenie njerëzore. Faleminderit.